Situata problematike nga përmbytjet është shfaqur edhe në njësinë administrative të Dajçit. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet rreth 20 hektar, kryesisht në zonën e Pentarit dhe Shirqit. Fatmirësisht banesat nuk janë prekur nga përmbytjet, ndërsa rruga që lidh Dajçin me Darraxhatin është e bllokuar. Sipas informacionit, në zonën e Aurrelave të Shirqit niveli i ujit ka arritur rreth 70 cm, duke e bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Rreshtet e dendura të shiut të ditëve të fundit, po ashtu edhe shkarkimet nga hidrocentralet, kanë krijuar një situatë shqetësuese edhe në njësinë administrative të Dajçit. Si pasojë e prurjeve të mëdha, është bllokuar rruga kryesore, e cila lidh Dajçin me Darraxhatin. Autoritetet i bëjnë thirrje banorëve të zonës, po ashtu edhe drejtuesve të mjeteve, që të mos qarkullojnë në këtë segment deri në përmirësimin e situatës. Ndërkohë, strukturat vendore janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe u bëjnë thirrje banorëve të tregojnë kujdes të shtuar në qarkullim. Autoritetet apelojnë për bashkëpunim dhe respektim të udhëzimeve të sigurisë. Situata paraqitet e çëndrueshme me tendencë tërheqje nga zonat e përmbytura.